Apeli i GKK ka shtyr për nesër seancën ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj, ndërsa vendimi erdhi pas më shumë se 7 orësh, ku palët paraqitën pretendimet e tyre. Ish gjyqtarja Ngert Pullumbi, që vendosi shtyrjen e seancës, e cila rinis më 12 mars në orën 12:30, pasi prokurorët e SPAK paraqitën provat e reja. Në këto kushte, gjyqtari vlerësoi të jap kohë avokatëve që të paraqesin pretendimet e tyre. Në apelin e GKK-s, seanca nisi në orën 10:00, ndërsa objekti i saj ishin masat e sigurisë ndaj kryetarit të bashkisë Erjon Veliaj dhe 4 biznesmenëve, Elman Abule, Shkëlqim Fusha, Gentian Cula dhe Meriman Palushi. Referuar raportimeve nga GKK, 2 avokatët e Erjon Veliajt, Ermir Beta dhe Artur Selmani, kanë kërkuar mas më të butë sigurie kundrejt garancisë pasurore, me argumentin se nuk ka rrezik që të prish provat. Mësohet se Veliaj nuk ka folur gjatë seancës, ndërsa gjithçka është paraqitur nga avokatët e tij. Romina Zano, avokatja e Abules, gjithashtu ka kërkuar mas më të butë kundrejt garancisë pasurore. Gjithashtu biznesmenët Shkëlqim Fusha, Gentian Cula dhe Meriman Palushi kanë kërkuar përmes mbrojtësve ligjor shuarjen e masave të sigurisë. Të tre ndodhen në masën detyrim paraqitjeje, në akuzën për korrupsion, ndërsa avokatët e tyre kanë kërkuar heqjen e masës, me argumentin se nuk është në nivelin e standardit ligjor, duke vënë theksin në mungesën e provave. Ndërkohë 2 prokurorët e SPAK, Olc Dado dhe Altin Dumani, kanë kërkuar lënien në fuqi të masave të sigurisë. Masën e sigurisë në apelin e GKK-s nuk e kanë ankimuar Ajola Xoxa, Sokol Kuryeziu dhe Fatmir Bektashi. Kryebashkiaku Veliaj mbahet në qeli që prej 10 shkurtit dhe akuzohet për veprat penale korrupsion pasiv dhe pastrim parash, të kryer në bashkëpunim me bashkëshorten e tij Ajola Xoxa, e cila po hetohet në masën detyrim paraqitje dhe mos deklarim pasurie.